Kryeministri Edi Rama mori pjesë në konferencën e 7 kombëtare për të drejtën e informimit, ku theksoi se transparenca institucionale mbetet një detyrim i panegociueshëm ligjor. Kreu i qeverisë kritikoi ngurimin e disa institucioneve për të ndarë informacionet administrative, duke e cilësuar këtë sjellje absurde dhe të dëmshme për besimin publik. Sipas tij, mungesa e transparencës krijon dyshim dhe atmosferë konspiracioni, ndërsa shtoi se shumë nga problemet burokratike lidhen thjesht me përtatësinë administrative. Ngurrimi për të ndarë me çdo qoftë që i kërkon informacionet që janë fakte administrative është absurd dhe vetëm pengon apo dëmton më shumë se sa po themi mbron, pasi krijon plus mungesës së informacionit, krijon edhe një sens dyshimi edhe një atmosferë konspiracioni sigur çfarë ka mbrapa informacionit. Dhe këtë gjë e kemi diskutuar edhe me komisionerin, kemi pas edhe një mbledhje të përbashkët së fundmi me qeverinë, ku e kemi theksuar së bashku edhe me ministren këtu në krah, për të gjithë anëtarët e kabinetit, domosdoshmërinë që të ketë një fokus më të madh në këtë aspekt, sepse është në të mirën e të gjithëve, është dhe në të mirën e institucioneve, është dhe në të mirën e publikut, është edhe në të mirën e vendit. Dhe për këtë arsye ne kemi shtyrë përpara edhe projektin e Transparent Albania, që është një projekt shumë ambicios për të pasur në një territor të vetëm virtual të gjithë informacionin, dhe kështu kjo do të lehtësonte shumë ndërveprimet midis gjithë kërkuesve të informacionit edhe institucioneve, pasi do ishte një dritare e vetme ku institucionet në mënyrë automatike do duhet publikojnë gjithë aktivitetin e tyre dokumentar, edhe ku kushdo që do të hyjë në këtë aktivitet dhe të marrë pjesë që interesojnë, mund të hyjë pa kaluar nga kërkesat, refuzimet, zvarritjet e tjera. Ka dhe një element tjetër që nuk është justifikim, është fakt që një pjesë e konsiderueshme e gjithë këtyre problematikave që vijnë këtu në formë shifrash nga zonjat lidhet me thjesht dhe vetëm përtatësinë burokratike. Nuk është një barikad për të mbajtur informacion, por është një problematike funksionimit brendshëm të mekanizmit administratës, kur vjen puna tek intensiteti me të cilin vjen kërkesa dhe tek intensiteti me të cilin duhet përgjigjesh. Rama i kërkoi komisionerit për të drejtën e informimit të zbatojë me rigorozitet sanksionet ndaj institucioneve që nuk përgjigjen brenda afatit ligjor prej 10 ditësh.